A e kemi pyetur ndonjëherë veten nëse ja vlen të duash? Nëse dashuria është thjesht një iluzion I përkohshëm? Apo nëse mund të na sjellë gëzim të madh dhe ëndra që presin të shpalosen? Nëse mund të mbetet e fortë edhe përballë stuhive të ashpra? Dashuria është një ndjenjë kaq e thellë. E aftë të na indez zemrat nga brenda. Na bën të buzëqeshim, na bën të qajmë, na bën të ndihemi të papërpunuar. Por gjithashtu na jep një ëmbëlsi të pakrahasueshme edhe në të ftohtin e dimrit. Të duash ja vlen pa asnjë hije dyshimi. Edhe pse rruga mund të jetë dredha dhe e vështirë. Sepse dashuria na bën të ndihemi gjallë në çdo moment. Ndërsa ndajmë zemrat tona bujare me njëri tjetrin. Dashuria na jep një ndjenjë qetësie të plotë. Një lidhje unike, një harmoni të pafundme. Na lejon të shohim realitetin përmes syve të një tjetri. Dhe na ushqen me dashuri të kthyer si një verë e rrallë dhe e mirë. Të duash ja vlen sepse dashuria na bën të guximshëm. Të aftë të përballemi me demonët e fshehur që na mundojnë shpirtrat. Na ndihmon të kapërcejmë betejat që duken të pamundura. Në mënyrë që të dalim të transformuar duke shkëlqyer me një dritë të re. Nuk mund të jetojmë pa dashuri, është thelbësore. Duke na mbushur me ngrohtësi kur bota duket e ftohtë dhe e errët. Duke na udhëhequr përgjatë rrugës drejt lumturisë racionale. Dhe duke na bërë të plotë si copa të një enigme të bashkuara tashmë. Pra, po, dashuria ja vlen absolutisht. Sepse dashuria është thelbi I njerëzimit tonë. Fija që mban së bashku strukturën e shpirtrave tanë. Duke hapur dyert për një univers lumturie dhe qetësie.